Pas një periudhe pezullimi dhe debatesh politike dhe institucionale, sot në mëngjes në Parkun Olimpik ka nisur zyrtarisht numërimi i rreth 50.000 votave të ardhura nga diaspora shqiptare në Greqi. Këto zarfe ishin mbajtur të veçuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për shkak të një kontestimi nga Partia Demokratike, e cila ngriti shqetësime për shkeljen të procedurave. Pas vendimit të KAS për të lejuar përfshirjen e këtyre votave në procesin zgjedhor dhe rrëzimin e kërkesës së PD-s nga Kolegji Zgjedhor, sot zarfi i parë është hapur dhe procesi i numërimit ka nisur, duke zhbllokuar kështu një pjesë e rëndësishme të votës së diasporës. Sipas të dhënave zyrtare të KQZ-s, në total 194.000 emigrantë shqiptarë kanë dërguar votën e tyre për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ndërkohë që 246.000 ishin regjistruar për të votuar. Pjesa tjetër nuk ka kthyer fare zarfin, ndërsa rreth 20.000 zarfe nuk kanë bërritur në destinacion. KQZ konfirmoi se nuk është konstatuar asnjë parregullsi në zarfet nga Greqia, ndaj edhe u ka vendosur vijimin e procesit të numërimit. Kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi ka ndjekur nga afër hapjen e zarfeve dhe zhvillimin e procesit, duke theksuar se gjithë procedura po zhvillohet në përputhje me ligjin. Ky zhvillim nuk pritet të ndikojë ndjeshëm në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, veçanërisht në qarqe ku gara mes partive është e ngushtë.